Qendra studentëve i shërben Universitetit Prishtinës dhe çdo gjë që vjen nga rektorati, kërkesat, ne i pranojmë. Kjo është që nga pas lufta Universiteti Veror vazhdimisht ka ardhur në qendrën e studentëve, studentë nga mbar bota. Kanë një lloj semestri, si të themi, kanë të na qëndrojnë 2 javë ditë, ne i shërbejmë me ushqim dhe me fitje, dhe me gjitha çka kanë këto, kemi edhe leximorët, dhe pastaj ata i kanë nëpër ligjërata, nëpër fakultete ndryshme. Po ashtu studentët të cilët edhe studiojnë në Universitetin Prishtinës që kemi nga mbar bota, kemi student, i pranojmë konvikte, studiojnë gjatë tërë vitit. Ne kemi pyetur vazhdimisht ata si është puna, ju pëlqen diçka, keni mungu diçka, keni ndonjë probleme, ndonjë student tonën, ta jemi shumë të kënaqur, sepse student tonë kemi shumë të mirë, janë shumë të shoqërueshëm. Edhe na kemi pak si tradit me prit student ose musafir ndryshëm që nuk janë të Kosovës. Presim shumë mirë, po student tonë i kanë prit shumë mirë. Edhe janë dashur shumë të kënaqur me ta, kanë krijuar shoqëri shumë të mirë me ta. Po, aplikojnë edhe ata, edhe janë çdo herë vetëm aplikimi na nevojitet. Ata pranojnë çdo, kemi edhe student mbar kombëtar që kemi trevave nga Mali Zi, Shqipëria, Maqedonia, Presheva, Medvegja, Bojanosi, ata gjithë vetëm aplikojnë, pranojnë. I kanë 30 pikë. Po vinë vazhdimisht në rritje kemi. Vazhdimisht kemi në rritje. Vitin e kaluar kemi pas mbi 10 student vetëm në juridik, që kanë qenë këtu të ne, kemi pranu, po kemi ndryshëm, për fakultete ndryshme, student, nga Sponja, nga Egjipti, nga gjitha vendet. Do më thonë, a paguajnë ata si studentët? Po. Pagesa është njëjta? Është e njëjtë, po është pagesë simbolike. E dini gjithë që është një çmim shumë është i lirë, 35 euro gjithsej me menzë me banim.